Në gjykatën themelore të Tetovës, sot vazhdoi gjykimi për ndërtimin e teatrit dhe bibliotekës në Tetov. Në seancën e sotme ishin prezent të gjithë të akuzuarit përveç përfaqësuesit të Ministrisë së Kulturës. Në seancë ishte prezent Sejdi Shasivari, pronar dhe menaxheri i kompanisë UPC, Haki Fazliu, ish drejtori i Qendrës Kulturore, Sali Elmazi, përfaqësues juridik i kompanisë UPC, Artan Aslani, kryetari i Komisionit të Prokurorimit Publik dhe Bujar Muça, inxhinier kryesor mbikëqyrës. Në seancën e sotme, të akuzuarit thanë se kuptojnë se për çfarë akuzohen, por se nuk ndihen fajtor për atë që akuzohen. Avokati Sejdi Shasivarit nënvizoi se akuza është e paqartë dhe e pakuptueshme dhe se nuk përputhet me dëshmitë. Në ndërkohë, nga ana e prokurorit Hanefi Ahmeti u fillua me leximin e titujve të dëshmive, një material tepër voluminos. Në ndërkohë, kur erdhën ekspertët e ekspertizës ekonomike dhe ndërtimit të objektit të jenë prezent në sallën e gjyqit, me qëllim që të mund t'ju parashtrohet pyetje. Pas kësaj, gjykatësi Evledin Ferrati kërkoi që të ndërpritet seanca e sotme dhe e njëjta të vazhdojë me 10 dhjetor në ora 11:30. Gjykatësi caktoi dhe seancën tjetër gjatë muajit dhjetor, respektivisht më 30 dhjetor në ora 10, ndërsa tjetra do të mbahet më 20 janar të vitit të ardhshëm. Prokuroria akuzon se i pandehuri i parë, Sejdi Shasivari, dhe i pandehuri i dytë, Sali Elmazi, si person juridik kryen një vepër penale të prokurorimit publik ose partneritetit publiko-privat sipas nenit 275V të Kodit Penal. Të pandehurit Haki Fazliu dhe Artan Aslani kryen një vepër penale të vazhdueshme të keqpërdorimit të pozitës dhe autoritetit zyrtar, ndërsa i pandehuri Bujar Muça kreu një vepër penale të vazhdueshme të punës jo adekuate në shërbim.